Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Do ngeleni pa fjalë kur të mësoni çfarë i ndodh trupit nëse hani një misër në ditë. Misri është një ushqim me shumë vlera të larta ushqyese. Ai jo vetëm që siguron kaloritë që ju nevojiten në baza ditore për një metabolizëm të shëndetshëm, por është gjithashtu edhe një burim shumë i mirë dhe i pasur i vitaminave A, B, E dhe shumë mineraleve. Përmbajtja e tij e lartë të fibrave luan gjithashtu një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve si për shembull kapslloku dhe sëmundjet e zorrës së trashë si edhe hemoroidet. Antioksidantët të cilët veprojnë si agent antibakterial gjithashtu do të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjes së Alzheimer. Hulumtimet gjithashtu kanë treguar se misri është një burim gjithashtu i mirë i lëndëve ushqyese thelbësore për shumë njerëz si edhe kafsh. Është edhe driti më i korrur në krahasim me të tjerat. Misri përdoret jo vetëm i konsumuar ashtu siç është, por përdoret gjithashtu në shumë mënyra të ndryshme si për të bërë bukë, cornflakes ose miell misri. Përveç kësaj ka pak kalori dhe përmban 3.4 gram proteina për një porcion 100 gram. Është i pasur me vitamina, minerale dhe është një burim i mirë energjie. Misri përmban shumë minerale të cilat janë të dobishme për trupin. Fosfori, magnezi, mangani, zinku, hekuri dhe bakri gjenden në të gjitha varietetet e misrit. Ai gjithashtu përmban sasi të vogla të mineraleve si seleniumi, të cilat janë tepër të vështira për t'u gjetur në disa dieta normale. Fosfori me misër gjithashtu është mjaft i nevojshëm edhe për të rregulluar tretjen, shëndetin e kockave dhe gjithashtu funksionon si një mbrojtës i veshkave. Përveç kësaj, magnezi është shumë i rëndësishëm për ruajtjen e ritmit të zemrës dhe për rritjen e densitetit mineral të kockave. Misri është gjithashtu një depo vitaminash. Ne ju rekomandojmë që të lini vend për misri në programin tuaj të ushqyerit, pasi ai përmban shumë vitamin B1, niacin dhe vitamin C. Ndërkohë, duhet të hani misër edhe për sy të shëndetshëm. Degenerimi makular dhe katarakti janë shkaktarët më kryesor të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë. Dhe ndërkohë që infeksionet dhe pleqëria janë ndër shkaktarët kryesor të këtyre sëmundjeve, edhe ushqimi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm për shëndetin e syve. Kokrat e misrit janë të pasura me vitaminën A, e cila gjithashtu është një vitaminë mjaft e rëndësishme për shëndetin e syve, me karotenoid dhe ato do të ulin e rrezikun e dëmtimit të shikimit, një burim energjie. Falë sasive të larta të karbohidrateve që përmban, misri është një burim energjie. Karbohidratet gjithashtu sigurojnë të gjithë energjinë e nevojshme për funksionimin e duhur të trupit dhe të mendjes. Po ashtu ato janë gjithashtu mjaft të rëndësishme në ruajtjen e shëndetit të trurit dhe ndërkohë nga ana tjetër misri është një ushqim i konsumuar nga atletët pasi ai jep energji. Misri ul kolesterolin e keq. Sipas studimeve, konsumimi i misrit redukton kolesterolin e keq duke frenuar përthithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim i kolesterolit të lipoproteinave me densitet të ulët përfshin gjithashtu reduktimin e sëmundjeve të zemrës, parandalimin e aterosklerozës dhe pastrimin e përgjithshëm të radikaleve të lira në trup. Misri ul rrezikun e hipertensionit. Misri përmban fitokimikate fenolike të cilat rregullojnë presionin tuaj të gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është i pasur edhe me vitaminën B, e cila është e dobishme
për funksionimin optimal të gjendrave mbiveshkore. Meqense ka vitamin A dhe beta-karoten, mistri është i dobishëm për shëndetin e lëkurës. Gjithashtu ai mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vitamina E është një tjetër vitaminë e rëndësishme për shëndetin e lëkurës. Gjithashtu ajo e mban lëkurën tuaj të shëndetshme. Është i dobishëm gjithashtu edhe për shëndetin e flokëve për shkak të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6 që ajo përmban. Mistri i zier gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e sëmundjeve të këqija. Shumë studime shkencore kanë zbuluar se një program ushqimor i pasur me antioksidant ndihmon në parandalimin e diabetit dhe të sëmundjeve të këqija. Për më tepër ka shumë studime të cilat tregojnë se antioksidantët luftojnë qelizat e radikaleve të lira dhe parandalojnë dëmin oksidativ të trupit. Ulëmtimet gjithashtu kanë treguar se mistri i zier përmban më shumë antioksidant se mistri i cili nuk është i zier. Mistri si një lëndë ushqyese miqësore për zemrën. Sipas ulëmtimeve, vaji i mistrit ka efekt anti-aterogjen në nivelet e kolesterolit dhe në këtë mënyrë ai redukton gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Sipas ekspertëve, përveç kësaj, mistri është një lëndë ushqyese e shëndetshme për zemrën për shkak të përmbajtjes së pasur të folatit dhe gjithashtu mistri parandalon edhe anemin. Sot anemia është një ndër sëmundjet më të mëdha e cila shihet më së shumti për shkak të mungesës së vitaminës B12 dhe të acidit folik në trup. Trupi juaj ka nevojë për hekur dhe folate për të krijuar qeliza të reja të gjakut. Këto substanca gjithashtu gjenden në misër për të krijuar qeliza të reja të gjakut dhe mund të parandalojnë anemin. Nëse keni anemi, mund të zëvogëloni efektet e kësaj sëmundje duke konsumuar misër dhe gjithashtu mistri është i pasur edhe me fibra. Mistri është një lëndë ushqyese e përdorur në dieta pasi plotëson 19% të nevojës tuaj ditore për vitaminën D, e cila gjithashtu vlen në të mirë të shëndetit tonë. Mistri plotëson 19% të fibrave të nevojshme në trup në vetvete. Gjithashtu, ulë nivelet e kolesterolit të lartë dhe zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës, të zorrës të trashë për shkak të përmbajtjes dhe të efekteve të tij. Gjithashtu, një dietë e pasur me fibra është po aq e mirë sa ndihmon në shëndetin e sistemit të tretjes. Konsumimi i ushqimeve me fibra të larta njëkohësisht ju mban juve të ngopur për një kohë më të gjatë, rregullon tretjen dhe nga ana tjetër rrit shëndetjen e zorrës së trashë. Konsumimi i ushqimeve me fibra të larta do ju ndihmojë gjithashtu që ju të parandaloni sëmundjet e zorrëve, kapsullokun, sëmundjet e zemrës dhe njëkohësisht fibra do të ndihmojë në parandalimin e kapsullokut, i cili gjithashtu ndihmon edhe në uljen e kolesterolit në gjak. Mund të themi se ushqimet të pasura me fibra të larta janë sekreti për të humbur peshë dhe për të mbajtur peshën në ekuilibër. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.